Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë vendimin për 2 ish anëtar të grupit të drejtuar nga Laert Haxhia, të cilët tashmë kanë bashkëpunuar me drejtsinë. Të pandehurit Artan Tafani dhe Kristi Bixheku janë shpatur fajtor për disa vepra penale të rënda, përfshirë shkatrim prone me eksploziv, sigurim të kushteve dhe mjeteve për vrasje, si dhe pjesëmarrje në grup të strukturar kriminal. Sipas vendimit të gjykatës, Artan Tafani është dënuar fillimisht me 7 vite burg, ndërsa Kristi Bixheku me 3 vite gjysmë. Megjithatë, për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe statusit të bashkëpunëtorit të drejtësisë, dënimet e tyre janë reduktuar përkatësisht në 2 vite e 7 muaj për Tafanin dhe 2 vite e 4 muaj për Bixhekun. Gjykata shpalli gjithashtu të pafajshëm Bixhekun për një nga akuzat që lidhet me përgatitjen e vrasjes së Genc Hidës në Lushnjë, ndërkohë Artan Tafani u shpall fajtor për përfshirjen në ngjarjen e vrasjes së Recep Kinës, e ndodhur në 6 korrik 2022 në Lushnjë, ku sipas dosjes hetimore ai ka vepruar në bashkëpunim me persona të tjerë të grupit kriminal. Vendimi i GKK-s vjen në kuadër të hetimeve ndaj një prej grupeve kriminale më të përfolura në vend, ku dëshmitë të pandehurve kanë luajtur rol kyç në zbardhjen e disa ngjarjeve të rënda.